Në vitin 1551, një aristokrat bizantino-italian me emrin Andrea Comneno botoi një vepër të rrallë historike. Në faqen 55 të saj, ai shkroi një fjali të vetme, që ka një peshë të jashtëzakonshme për historinë shqiptare. Sipas tij, nga shtëpia e Muzakajve ka zbritur Vojsava, e cila ishte bashkëshortja e Gjon Kastriotit, zoti i Krujes dhe i kontatit të quajtur Ematja. Kjo është një nga dëshmitë më të hershme evropiane që tregon qartë se Vojsava, nëna e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ishte një fisnike shqiptare, bi e shtëpisë Muzaka, një nga familjet më të fuqishme të mesjetës shqiptare. Kjo dëshmi u shkrua vetëm 83 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, në një kohë kur kujtesa për të ishte ende e freskët. Fakti që familja Kastrioti përfshihet në një vepër për perandorët bizantin tregon statusin aristokratik që kishin shqiptarët në atë kohë. Një fjali e vetme mjafton për të thënë shumë. Nëna e Skënderbeut ishte shqiptare, nga gjaku fisnik i Muzakajve. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind